Tani dua të ftoj nga Riolli prek mollën si përfaqësues edhe si njeri që ka udhëhequr banorët në betejën e tyre të drejtë. Faleminderit gjithëve që keni ardhur sot këtu. Falenderoj partinë Mundësia që na dha mundësinë që të flasim për prona. Në asnjë rast dhe në asnjë moment, asnjë qeveritar që sot është në pushtet dhe ish në pushtet, nuk ka fol kaq qartë dhe pastër sa po flasin kjo parti që është sot këtu. Unë këtyne njerëzve që sot po na mbështesin, e vërtet që s'u kam dhënë votë. Nuk u kam dhënë votë sepse nuk I kemi njohur. Nuk e kemi kuptuar se çfarë njerëzit dhe çfarë ardhmet kanë. Por tani, po e kuptoni vetë ju shqiptar. Sepse e ardhmja jonë është ndryshe. Duhet ndryshojmë nga këto parti cilat na kanë shfrytzuar tash 30 e sa vite. E kisha lut kryeministrin shqiptar, me qenë se din shumë gjuhë huja dhe flet shumë gjuhë huja, po shqip apo flet. Ne po flasim shqip o kryeministër. Ne po të kërkojmë o kryeministër që t'jesh pranë nesh dhe na zgjidhësh hallet tona dhe ta kemi cituar që kërkojmë vetëm pronen. Pronen e të parëve tanë që gjyshim sot ndodhet në atë jetën e përjetshme ku më ka lënë trashëgimin pronen dhe token. Sot vjen një oligark I cili mbështetet nga qeveria, nga njerëz korruptuar dhe duan ta grabisin pronen me forcë me dhunë. Por bashkimulaj, ta premtoj edhe një herë që nuk e gëzon pronen e gjyshëve tonë, sepse atë pronë ai ndoshta ka lënë gjithë familjen e tij në atë kohë të zbrathur dhe të zhveshur dhe për të lënë diçka trashëgimi dhe sot vjen një ignorant, e quaj ignorant me plot gojen që thotë se aty nuk ka rjoll. Pra na konsiderojnë ne si njerëz të botës tretë. Ta harrojnë se do ta gëzojnë pronën tonë. Un kam plot 200 orë që rrin polici. Vinë dhe më marrin në çdo hap dhe në çdo moment. Sepse unë gjoja që jam organizatori. Jo bashkim, nuk jam organizatori. Jam një nga ata pronarë të cilët gëzojnë trashëgimin e pronave tyre. Faleminderit nga juve që na atë mundësinë. Gzimulaj, nuk e gëzon token teme. Pa vdek unë. Faleminderit. Faleminderit. Të bëjmë edhe një duartrokitje për gjithë banorët e Durrësit që janë me 10 sot këtu. Janë solidarizuar që në momentin e parë dhe me Riollin dhe kanë kërkuar mbështetjen e gjithë Shqipërisë. Dhe në fakt ajo që po ndodh në Durrës është e rëndë. Prona selektive që u vihet gishti dhe po I shem qeveria, gjoja të një rivitalizimi dhe po I dëm shpëblenj për bukën e gojës. I falenderoj që kanë sot tu dhe me lejonet ja fjalën e Entela Kojës, një nga zërave më përfaqësues të banorëve. Mirë se vjen. Mirë mbrëma të gjithëve, shumë emocionues që nga ky takim sot. Ne kemi bërë një takim më parë me banorët e Riollit, por sot që nga akoma dhe më emocionues, falenderoj Agron edhe partinë tuaj që e bëri të mundur përsëri të takohemi këtu. Historia e Riollit justifikohet me faktin që s'keni letrat. Po në rastin tonë, çfarë duhet thonë? Ne kemi tapi shtëpish edhe mbi 100 vjeçare. Dhe prap po merren me të njëjtën mënyrë. Vëhet një letër në derë, shpronësim për interes publik dhe çdo gjë kthehet si dikur thuaj tu shtetëzua dhe tu morëm. Mënyra se si punohet është një praktikë shumë e keqe në Shqipëri, është krijuar sidomos dekadën e fundit. Vetëm banorët, vetëm shqiptarët nuk pyeten për projektet e zhvillimit. Shohim lloj-lloj arkitektësh, starkitektësh, grupesh që vinë në Shqipëri, po vetëm shqiptarët nuk pyeten për projektet e zhvillimit. Dhe këtë e prekin të gjithë. Nuk e prek vetëm Durrësi, Riolli, e prekin të gjithë në çdo qoshe të një qyteti të zhvilluar, në atë qoshen apo në atë sheshin më të mirë ka një dorë e cila ka ardhur të grabisi dhe me agresivitet përpiqet të zë çdo gjë që gjen në rrotull. Në historinë
ne vim në paqe, Riolli dhe ne vim në paqe, kërkojmë të drejtat tona, ne nuk kërkojmë luftë, ne nuk kërkojmë të përmbysim kush e di se çfarë mendojnë këta projektet e tyre të zhvillimit. Ndaj dhe në këtë rast më kujtohet një histori të cilën e thash dhe në një takim që kishim bashkë me grupin ton. Në një pikturë që Leonardo da Vinci ja kushtoi, me që jemi dhe në ditë të mira për besimtarët katolik dhe për ata musliman, unë do të përmendja pikërisht këtë histori, se si ndeshet e keqja me të mirën. Në historinë e pikturës së darkës së fundit të Krishtit, Leonardo da Vinci ju desh të pikturonte figurën perfekte të njeriut që ishte ardhur me dritën e Zotit, të Krishtit, dhe kërkoi njeriun perfekt. Njeriun perfekt e gjeti në një kishë, në një korë kishe, një djalë 19 vjeçar me sy të kristalt, me shpirt të pastër. Piktura mbaroi, por kishte ngelur vetëm një person pa mbaruar, Gjuda, personi I cili personifikon të gjitha të këqijat e kësaj bote, tradhtin, mëkatin dhe peshën e madhe që mban njeri kur I ka këto mbi krye. E gjeti mbas 20 vitesh, në një qoshe të Milanos, e mori e vizatoi, e vuri përpara pikturës. Personi qau me dënes, nuk më dalloni mjeshtër, unë jam ai që ti zgjodhe për të pikturuar Krishtin. Tek secili nga ne ka një Jude, një Krisht. Zgjidhni të jeni njerëzit e Perëndis e njerëzit e drejtë dhe jo njerëzit e gabuar. Ati parlamenti I themi të bëj thirrje ndërgjegjes atyre antarëve të Këshillit Bashkiak në Durrës, I themi të bëjnë thirrje ndërgjegjes. Janë një 74 prona në këtë dorë, 12 përpara, 100 të tjera që presin vetëm në një zonë të lagjes së Durrësit. Ky është dëbim, ky nuk është plan zhvillimi. Ndaj ne jemi këtu t'i themi parlamentarëve shqiptar, në qoftë se nuk dini të mbroni të drejtat e shqiptarëve, ne do t'i mbrojmë vetë. Poshtë diktatura, rrofë Shqipëria. Faleminderit. Ilir Mehmeti, Zoti Mehmeti ka ardhur nga Durrësi, pjesëtar I një prej familjeve të vjetra, po e ftoj edhe Ilirin të flasi këtu. Hajde Ilir. Mi mbrëma të gjithëve, ju përshëndes. Ju lumshim kamët që keni ardhë, ja u shpërblefshim gjithmonë në këto raste gëzim t'i themi, se ky është një gëzim, ku shprehet nga zemra atë që kemi brenda. Jemi shumë të vuajtur, si I thonë, edhe kjo nuk na lejohet neve si shqiptar që ne të vuajmë në vendin ton, në pronat tona, me fëmijët tanë, me nipër e me mbesa. Por padrejtësit nuk pranohen. Dhe këto padrejtësi janë shumë të mëdha që nuk duan të ndigjojnë. Kujtojnë se janë zotër, pronë, edhe sigur kanë zbrit me I fjalë të plot fuqishëm. Por jeta vazhdon. Një ditë mund të jenë, kanë rënë perandor, kanë rënë sultanër, kanë rënë mbretër, kanë rënë faraon. Mos kujtojnë se e kanë marrë për gjithë jetën. Janë sot, nesër s'janë, po populli qëndron. Shumë bëhen në emër të popullit. Dikur na thoshin çdo populli bën partia, çdo partia bën populli, po ato janë harruar. Janë harruar sepse nuk shkojnë, janë demode. Do bësh çdo populli, se populli është shumica. Shumica nuk e mposht asnjë. Shumica kur bëhet bashkë të merr përpara. Edhe çfarë pastron? Pastron mbeturinat. Dhe mbeturinat do t'i pastrojmë. Të jemi të pasur ndërgjegje, të luftojmë, të jemi bashkarisht për të drejtat tona. Është e shenjtë prona. Pronën e ka krijuar që kur është krijuar njerëzimi. Nuk është se është sot. Edhe është lënë me breza. Kanë kalu pushtues e kanë kalu pushtues. Edhe prap kanë ikur. Kurse ne ja ku jemi prap. Kemi popullin, kemi gjuhën, kemi pronën, që duhet ta gëzojmë dhe ta trashëgojmë. Gjithmonë bashkë. Ju falenderoj edhe partin mundësia që jep mundësi që njerëzit I bashkoj për drejtat e veta. Falenderoj Agron, falenderoj, qofshi mirë gjithë, edhe gjithmonë bashkë kështu. Asnjë mos të tutet, mos keni frikë. Frika është e mqehur, ai që rri mbas gardhit, ai që del përballë. Ju falenderoj. Faleminderit Zoti Mehmeti.
Tirana ka vuajtur shumë nga pronat. Besoj e keni vëre atë kullën që ka fytyrën e herojit ton kombëtar 40 kate. Asaj prone i është vjedhur familjes Këllezi në Tiranë, Mehmet Këllezit, një nga tregtarëve më të mëdhenj të Tiranës. U vajti Bashkia e Tiranës dhe ja u shpronsoi 2 vila se do bëjmë stacion elektrik, tha, me vlerë qesharake. 6 muaj më pas, kulla e mori kullën e ai me vlerë 0. Kështu është vjedhur prona në Tiranë dhe kudo. Do ftoj këtu një përfaqësues të denj për lëvizjen për kombinatin Edmond Çatën, i cili është marrë shumë me ndihmën për banorët e kombinatit të 5 Majit për të drejtën e tyre të mohuar të pronës. Mondi. Përshëndetje që të gjithëve. Kush e mban mend Edi Ramën përpara se të bëhesh kryeministër për 2 sloganet të tij: rilindjen dhe do të bëjmë shtet ligjor. Sot, mbas 15 vitesh të sundimit të Edi Ramës, kemi mbritur në pikën që nuk mund të flasim për shtet ligjor, po flasim për shtet personalistik të Edi Ramës. Sot është Rjolli, dje ishte Durrësi. Në Kashar, kur u bën shpronësimet e banorëve për rrugën e re të Kasharit, protestuan me ditë të tëra. Ishte Lapraka, 5 Maj, kombinati. Dhe të gjithë këto kanë qenë raste selektive, të djegura njëri pas tjetrit, përmes një mendësie, ose rëmbe pronën, pa e shpronësuar fare, ose shpronësoje me 2 qika lek, ose fol në emër të interesave të oligarkëve. Kjo që po ndodh sot në Rjoll është akti më i fundit që duhet t'i bëjë të gjithë qytetarët të ngrihen dhe të pyesin. Me qeverisjen e Edi Ramës jemi ai shtet që dëshirojmë të jemi shteti së drejtës, ku çdo individ, çdo qytetar ka të drejtat e tij kushtetuese dhe të pacënueshme, apo në shtetin e Edi Ramës që vjedh dhe gënjen hapur në dritën e diellit pronat e të gjithë shqiptarëve. Mua më vjen mirë që sot numri njerëzve që janë ngritur është shumë më i madh se sa numri i komuniteteve të veçanta. Kjo tregon që njerëzit po ndërgjegjësohen gjithmonë e më tepër se cilët janë elita politike aktuale e këtij vendi. Dikush këtu më përpara tha, nuk i kemi ditur, nuk i kemi njohur, nuk i kemi dhënë votën. Ky është momenti për ju. Vota nuk mund të jetohet më qesim, nuk mund të ketë më qytetarë që të presin gjithë të mirat të vinë nga qedhje ose nga lideri i Ramës. Të gjithë duhet ta masin performancën e qeverisë në mënyrë konkrete. Qëndrimi ndaj pronës, që është baza, pa pronë nuk mund të ketë shoqëri normale. Unë nuk di se si Edi Rama mund të ulet në tryezën e bisedimeve me Bashkimin Evropian dhe thotë Shqipëria, shoqëria shqiptare, shteti shqiptar është një shtet normal. Kur çështja e pronësisë, që është çështja bazë e normalitetit të një shoqërie, nuk është zgjidhur ende. Prandaj, të gjithë njerëzit, të gjithë qytetarët dhe sidomos qytetarët e Tiranës që flen akoma gjumë sot. Ata nuk e dinë që Edi Rama ka bërë një vendim për prishjen e pallateve që janë mbi 50 vjet të vjetra. Nuk e dinë që do vitja u prishi dhe du thotë dilni, sepse kështu e mendova dhe e donja unë. Nuk është puna të ngrihesh kur të vjen zjarri te këmba jote, është puna të ngrihet atëherë kur zjarri është tek tjetri. Mbrojtja e së drejtave nuk është vetëm çështje e jote, është edhe çështje e komunitetit, është edhe shoqërisë. Kjo e bën një shoqëri normale, një shoqëri të avancuar, një demokraci të shëndetshme dhe të shëndosh. Prandaj, ju uroj të gjithë njerëzve këtu të vazhdojnë në qëndresin e tyre, sepse kjo qëndres është e rëndësishme. Edi Ramës duhet të thuhet, nuk mund të vish të kërkosh pronën time. Kur ti ke harxuar 150 milion euro të tonat që ja ka dhënë Beketit, ju e mbani mend televizionin, ai duhet japi llogari përse duhet shqiptari, buxheti i shtetit të paguajë për tekat e Edi Ramës.
njerëzit duhet besojnë nuk mund të përdoret policia e shtetit për të qelluar një individ, një qytetar dhe për të favorizuar një individ apo një qytetar tjetër, oligark qoftë ai. Ky nuk është shtet normal, ky nuk është shtet ligjor. Ky është shtet i kapur dhe Edi Rama sot këtë gjë ka bërë. Ka kapur shtetin, ka kapur drejtsinë dhe po ju punon 100 shqiptarëve. Kështu që njerëzit duhet ta mbledhin mirëmendjen dhe thonë që me Edi Ramën Shqipëria nuk ka të ardhme. Me Edi Ramën Shqipëria nuk rilindi, me Edi Ramën Shqipëria po vdes. Faleminderit Mondi. Në këtë protest ka ardhur një zonjë nga Borshi. Më tha, Erald, kam pronën në Borsh, në Bregdet, shumë e kërkuar, po bëjnë rrugën e re në pronën time dhe po ma shpërblejnë për 800 lekë të vjetra metrin. Raimonda Sheu është tu, hajde Raimonda. Mi mbrëma të gjithve, mi mbrëma Riol, nuk je vetëm na ke pas. Babën prej Shkodrit, mamën prej Sarandit, prej Borshit. Kena mujt me marë i fije tokë 1680 meter dhe aty bjen rruga. Si përfundim, qa po marrim ne? Po ta kthej kështu Tiranshe, se le e rrit këtu. 800 lek një buk marru në atë pronë. 1680 metra, mund të më zë rruga 1000 metra, 800 metra, 200 metra, ndërko që 10 metra më tutje, 100 metra më tutje, 50 metra më tutje, shitet 100 euro metri katror. Prona është frymarrje. Ju lutemi qeveritar, jo të nderuar, po të gjitha ngjyrave na zbrisni nga supe të marrin frym. Prona është frym. Ju lutem na jepni atë që ne trashëgojmë. Ju du fort tanëve, tanë shqipnik, tanë shqiptarët e botës, ku do qofshin. Na janë largu fëmit, nuk na njohin nipa e mesa, nuk din me fal shqip. A kuptoni, tanë bashkë ne mund bëjmë diçka të madhe. Agron Shehaj, kam zemër, ta kam dhanë votën, ta kam dhanë shpirtin dhe kam e ta dhanë gjithmonë. Ju dua të gjithë shqiptar, ku do qofshin. Ta ngrem dhe njërë zërin për pronën apo jo? Nuk ka nevoj të prezantoj kolegun tim, kryetarin e partisë Mundësia, Agron Shehaj. Faleminderit. Mi mbrëma të gjithve. Mi mbrëma dhe faleminderit që keni ardhur këtu. Faleminderit që keni ardhur në mbrojtje të qytetarëve shqiptar, të cilët vuajnë nga rëmbimi pronës. Është e pabesueshme se si në 2026 një parti politike duhet të organizoj në fakt për herë të parë një protest kundër rëmbimit të pronës. Nuk jemi në 45-ën, kur pronat vidheshin nga komunistët. Nuk jemi në 91-shin, jemi në 2026-ën dhe prona vazhdon dhe vidhet. Dhe kjo është e papranueshme. Ju është vjedhur në fakt pronarve legjitim, ose më mirë, nuk ju është njohur kur, por sot po ju vidhet prona edhe atyre që kanë certifikata pronësie. Por në fakt, unë duhet të përgëzoj të gjithë protestuesit e Rjollit dhe ata të Durrësit. Ju po na frymëzoni të gjithëve. Kur nuk ishte ndodhur që të rinj, të reja, nëna me fëmijë të vegjël, të moshuar, të dilnin kundër oligarkëve, kundër të fortëve, pavarësisht grushtave, pavarësisht shkopave të gomës, pavarësisht të fortëve me kapuç që i rajnë, që ndrojnë aty çdo ditë, pavarësisht e i qojnë polici, ata vazhdojnë e rinë aty dhe nuk dorëzohen. Jeni frymëzim për gjithë shqiptarët. Jam i bindur që do ja dilni
Ne na keni në krah, Partin Mundësia e keni në krah. E ka në krah protestuesit e Rjollit, të Durrësit, të Thethit, të Borshit, të gjithë Shqipërisë. Për çështjen e pronës na keni në krah. Tani, fatkeqësia më e madhe është që ndërkohë që ju protestoni për pronën tuaj, ndërkohë që ju duroni dhunën e policisë private, në fakt janë bandit të veshur me rrobat e policisë private, ndërkohë që ju përplaseni me oligarkët parlamenti, partit politike me kë janë me ata. Janë me ata, kanë qënë me ata këto 35 vjetë dhe nuk e hapin gojën. Dhe e dini pse nuk e hapin gojën. Jo vetëm se janë ortak, por sepse gënjen, kanë të gjithë, nuk ka rezort në jugun e Shqipërisë që nuk ka deputet, ministra, politikan, zyrtar me nga një vilë, sepse ju kanë shitur. Kjo është arsyeja. Dhe vazhdojnë dhe ju shesin. Tani vine na thonë që jo po ju nuk keni letra. Në fakt ju nuk keni letra sepse letrat nuk o kanë dhënë. Ju a kanë mohuar. Keni 35 vjetë. Nuk ka shqiptar që nuk ka një histori dhimbje, një kalvar me çështjen e pronës. Nuk ka shqiptar që nuk ka arritur të ndërtoj këtu një të ardhme për veten dhe për fëmijët e tij, që nuk ka ikur jashtë, nuk ka emigrant që nuk e ka kokën pas për një çështje prone, një padrejtësie, që kur vjen këtu një javë apo 2 javë në vend qëtërimit të afërt, e kalon kohën me avokat edhe në bërzyrat e shtetit, ku e gënjejnë. Kjo ka ndodhur vazhdimisht. Dhe tani na vinë dhe na thonë jo po letrat i ka ai që u ka vjedhur pronën juve. Po mirë, zotri, kur ty të vjen dikush që nuk është fare nga Rjolli, te thot, kam një certifikat me 150 hektar tokë në Rjoll. Ti nuk bën një pyetje, nuk e pyet veten, thua, po mirë, po si ku ke gjetur ti këtë? Po kur merr vesh që ky zotria na pas ka qenë dhe drejtori i hipotekës. Ti nuk i bën një pyetje vetes, nuk të vin dyshimi që ai mund ta ketë vjedhur atë pronë, mund ta ketë hedhur në emrin e vet 150 hektar pronë. Kë mendoni ju se gënjeni? Si mundesh të bësh një marrëveshje me dikë që qartësisht po bën një marrëveshje me një pronë që ka vjedhur? Ka vetëm një arsye pse e bëni, sepse po vidhni bashk. Kjo është arsyeja. Dhe mos na bëni për budallënj. Dhe mos bëni për budallënj qytetarët. Tani vina thonë pastaj dalin nxjerrin analistët dhe gazetarë dhe opinionistët gjojat të na bindin që këta nuk janë protestues, këta nuk duan zhvillimin e Shqipërisë, nuk duan zhvillimin e turizmit, nuk duan që të ndërtojnë rezorte. Jo, mor, jo. Ne jemi për zhvillimin e Shqipërisë. Se nëse nuk janë, pikërisht pronarët janë për zhvillim, të gjithë ne duan zhvillim, po jo të vidhni pronarëve legjitim. Nuk mund të zhvilloni mi pronën e tjetrit. Nuk mund të zhvillojni, të pasurojni dhe ndërkohë të lini për të përjashtoni pronarët legjitim, që kanë qindra vite që kanë jetuar aty, paraardhësit e tyre kanë jetuar aty. Ai zotria që thot jam pronar, se po shikoja se realisht jeni bërë frymëzim për gjithë Shqipërinë, për gjithë Shqipërinë. Po shikoja dikë një banor që tregon të pusin, thoshte ky është pusi ku unë kam marrë ujë me kova, ju kujtohet, kush është pak i madh në mosh, e di shumë mirë se si merrej ujë në fshat, me pus. Ai zotria që thotë është pronari 150 hektarëve, ka pira i ndonjëherë ta i pusi aty? Sepse ka vjedhur atë pronë, sepse nuk ka lidhje me atë tokë. Vine na thonë shqiptarve, miru a bëjnë.
nuk kanë më nervin e protestës, nuk protestojnë më. Nuk është e vërtet. Ajo që po ndodh në Rjoll tregon që shqiptarët e kanë shpirtin e protestës, por duhet të protestojnë për diçka që ata intereson, duhet të protestojnë për padrejtësit, ka padrejtësi gjithandej, dhe nuk mund t'ju kërkojmë, hajdeni ju të protestoni për interesat e politikanëve, për pushtetin e politikanëve. Duhet i thërasim qytetarët të protestojnë për interesin e tyre, do t'a shikoni pastaj si protestojnë. I keni parë në Rjoll, po bëjnë historinë e protestave, dhe do fitojnë, me mbështetjen e gjithë shqiptarëve do fitojnë. Partin Mundësia e ka në krah. Deri në fund do t'ja dalim. Faleminderit. Tani, kjo është historia në fakt e pronarëve të cilëve nuk ju shnjohur prona. Por kemi një histori tjetër që ka filluar kohët e fundit, sepse ai parlament nuk e ka mendjen të zgjidhë problemet e qytetarëve, e ka mendjen si të vjedhë pronat e shqiptarëve. Dhe çfarë bëjnë tani? Tani nuk rrezikohet më prona atyre që s'kan certifikat pronësie, tani rrezikohet prona dhe atyre që e kanë certifikatin e pronësisë. Siç po ndodh në Durrës për shembull. Çfarë po bëjnë në Durrës? Duan të ndërtojnë në qendër të Durrësit. Dhe atëherë çfarë bëjnë? Shkojnë, i shpronsojnë me vlera qesharake dhe i nxjerrin në mes të rrugës. I nxjerrin në mes të rrugës. Për interes privat. Tani i marrin pronën privatit për t'ia dhënë një privati tjetër. Ishte zonja që takova në Durrës, 73 vjeçare, një shtëpi dhe një dyqan në mes të Durrësit për 35.000 euro. Çmenduri. Pse? Se duan të ndërtojnë aty, i kanë vënë syrin. Janë me dhjetra, me qindra familjet në Durrës, në mes të Durrësit, po i nxjerrin në mes të rrugës, me 2 lek. Çfarë nuk dëgjova aty në Durrës? Mashtrime pa fund. Flisin edhe për bonusin e Qiras. Po ç'lidhje ka bonusi i Qiras? Ata janë njerëz me shtëpi, e kanë shtëpinë e tyre. Pse duhet ju vjedhë shtëpinë? Pse duhet ju rrëmbesh shtëpinë? Për asgjë, për 2 lek. Kjo po ndodh. Edhe kush ka një pronë, fa ligjeve që ky parlament po prodhon çdo ditë nëpërmjet ligjit për investor strategjik, ligjin e maleve, paketa e maleve, në fakt është paketa e dutve. Duan të vjedhin pronat nëpër male ashtu siç kanë bërë në jug. Kush ka investuar në jug? Kush ka investuar? Politikanët, oligarkët. Ju kujtohet pika e vogël. Pika e vogël në Butrind. Janë ata. Kanë bërë një ndërtim gjigant. Apo mi ish ministrja që shpalli burin e vet investor strategjik. Tokën ku ajo do ndërtonte, buri vet do ndërtonte. Ajo ishte rrëmbyer një pronari tjetër në Dhërmi. Është arrestuar kryetari i Bashkisë të Imarës për atë vjedhje. E dini apo jo? Kjo po ndodh me pronat. Edhe ata që e kanë pronën, sot e humbasin fal ligjeve që ka bërë Edi Rama, që pasurojnë veten e tij dhe oligarkët afër tij. Por ajo që është akoma më e rëndë, ka ndodhur te 5 Maj te kombinati. Dhe fatkeqësinë dhe tërmetin e përdorën për të rrëmbyer pronën. E njëjta gjë identike. Janë të pacip, janë të pangopur dhe nga fatkeqësi duan të përfitojnë. Edhe aty u shpallën shtëpi të pabanueshme për t'u arrëzuar, për t'u shpronsuar për 2 lek dhe për të ndërtuar të mbi shtëpitë e tyre. Këtë kanë bërë. Prandaj, pavarësisht se në këto 35 vjet kemi parë pa fund padrejtësinë lidhur me pronën, nuk duhet të dorëzohemi. Duhet të marrim shembull, nga Rjolli, nga Durrësi. Duhet të vazhdojmë të protestojmë, të rezistojmë. Do t'ja dalim çdo shqiptar që ka një problem pronësie, çdo shqiptar të cilit po i rrëmbejmë pronën, Partin Mundësia e ka në krah. Këtu na keni. Hajdeni do protestojmë për të gjithë ju.
Në rast të parë dua të falenderoj dy deputetët të cilët po përcjellin fjalën e popullit në parlament, gjë që është shumë e rrallë të shihet. Përshëndetja më e madhe shkon për trimat e rrojit e të Durrësit që qëndrojnë tamam siç duhet me mbrojt pronën private që është e shenjtë, është e garantuar nga kushtetuta. A i dini ju, zonja e zotri, që pensioni ushqimor, pensioni mujor social, është vetëm 5.000 lek. Për të regjistruar një vendim gjykate në kadastër, paguan, kërkojnë 11.000 lek. Pra, më shumë se 2 muaj pensionin ushqimor mujor. Tarifat i shtojnë si pas qefit. Një kartel bënte 10.000 lek, tash i bën 15.000 lek, me 50% rritje. Ku e bazojnë këtë lloj rritje? Se unë nuk e di që inflacioni të jetë rritur me 50%, ose mund të jetë rritur dhe me 200%, po pse nuk na e tregojnë, pse na i fshehin, pse na shesin edhe propagandën. Me çdo drejt, policia